Në mbi 200 qytete në të gjithë Serbin po mbahen sot tubime në mbështetje të serbëve në Kosovë të organizuara nga Qendra për Stabilitet Shoqëror dhe lëvizja Gradani Protiv Blokada, të cilën studentët dhe qytetarët e akuzojnë se mbështet presidentin Aleksandar Vučić. Tubimet zhvillohen në qytete dhe fshatra nga Subotica e deri në Vranj, përfshirë Beogradin, Novi Sadin, Kragujevcin, Nishin, Krushevcin, Zrenjaninin, Krajlevon, madje dhe Leskovcin, aty ku në mbrëmje kombëtarja shqiptare do të luajë me Serbin ndeshjen e shekullit. Sipas organizatorëve, tubimet nisin nga ora 17 dhe 17:30. Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se këto mbledhje janë shenjë solidariteti dhe uniteti kombëtar dhe synojnë të tregojnë mbështetjen për popullin serb në Kosovë, si dhe kundërshtimin ndaj bllokadave dhe dhunës politike. Vučić theksoi se ky është numri më i madh i lokacioneve ku organizohen tubime të tilla deri më sot, përfshirë edhe shumë fshatra të vogla. Ai apeloi për unitet dhe qetësi, duke thënë se Serbia duhet të ruajë stabilitetin e saj dhe të tregojë se mbështet paqen dhe bashkëjetesën. Protestat do të zhvillohen në vetëm pak orë diferencë nga ndeshja që do të luhet mes Shqipërisë dhe Serbisë vendase në stadiumin Dubočica në Leskovac në orën 20:45 të mbrëmjes së sotme. Teksa mbrëmjen e kësaj dështune në orën 20:45, ekipet kombëtare të Serbisë dhe Shqipërisë do të përballen në ndeshjen kualifikuese për botrorin. Qindra policë do të sigurojnë stadiumin, mes tyre snajper, oficer civil dhe ekspert për dronët. Ndeshja nuk do të zhvillohet në kryeqytetin serb, por në qytetin e vogël Leskovac, ku stadiumi ka kapacitet vetëm 8100 spektator, por të pranishëm do jenë diku mbi 5000. Sektori për tifozët shqiptar do të mungojë pasi biletat nuk ishin në shitje të lirë. Organizatorët vendas dhe UEFA duan të shmangin përsëritjen e skandalit të tetorit 2014 në Beograd, ku huliganët serb sulmuan fizikisht futbollistët dhe stafin e Shqipërisë. Në atë kohë Serbia dhe Shqipëria u përballën në ndeshjet kualifikuese për kampionatin evropian 2016 që u luajt në Francë. Para ndeshjes, tifozë serb bodhën gur drejt autobusit të ekipit shqiptar, ndërsa protestat e fishkëllimat mbuluan himnin Kuqezi. Vritin i shqiptarët ishte thirrja e tifozëve serb kur në minutën e 42 një dron me flamurin autoktonos fluturoi mbi fushë. Në të shihej përfytyrimi i Shqipërisë së madhe, ashtu siç e ndërrojnë disa nacionalistë shqiptar. Në fushë mbrojtësi serb Stefan Mitrović e kapi flamurin dhe menjëherë lojtarët shqiptar vrapuan drejt tij, pas kësaj shpërthyen përleshjet në dhe jashtë fushës. Ndeshja u ndërpre, por pasojat e saj vazhduan. Në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë, qindra tifozë e festuan ndeshjen me karavan makinash dhe fishek zjarre. Në zonat kufitare midis Serbisë dhe Kosovës u dojgjën flamujt e të dy vendeve. Edhe në diasporë, në Vjenë dhe Berlin, pati përleshje midis serbëve dhe shqiptarëve, ndërkohë vizita e planifikuar e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Beograd u shty, dhe konflikti duket që s'ka përfunduar kurrë, edhe pas 11 vitesh, që atëherë përballja midis Serbisë dhe Shqipërisë konsiderohet si një nga ndeshjet më të ndezura dhe më delikate në botën e futbollit. Tifozët nga të dyja palët vazhdojnë në fushë një konflikt që ka rrënjë shekullore. Në qendër të konfliktit qëndron Kosova, ku jeton një shumicë shqiptare etnike, që në kohën e ish Jugosllavisë, kosovarët ndjeshin të anashkaluar. Në fund të viteve 90, politikani serb Slobodan Milošević nisi luftën në Kosovë. Edhe sot Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet të pavarur, megjithse ajo shpalli pavarësinë në vitin 2008. Tifozët serbe shprehin nacionalizmin e tyre në mënyra të ndryshme, shpesh ultrasit e Crvena Zvezdës udhëtojnë drejt Gračanicës, një enklavë me shumicë serbe në Kosovë. Atje pranë një manastiri ortodoks, valvisin flamurin e Serbisë së Madhe dhe pozojnë pranë statujës së Miloš Obilićit, kalorësit serb që sipas legjendës vrau një sultan Osman në shekullin e 14. Tifozët Beogradas e shohin veten si mbrojtësit e Europës së krishterë kundër pushtuesve islamik, duke nënkuptuar shqiptarët. Edhe tifozët shqiptar reagojnë në mënyrën e tyre, për shumë prej tyre ekziston vetëm një komb, ai shqiptar. Sipas këtij koncepti, kombi shqiptar përfshin edhe territoret ku jetojnë pakica shqiptare në Serbi, Maltëzi, Maqedoninë e Veriut dhe Greqi. Në ndeshjet e ligës vendase ata shpesh këndojnë këngë për luftëtarët e UÇK-s, e cila në mesin e viteve 90 kishte sulmuar objektivat serbe dhe mbrojti territorin e Kosovës, civilët duke çuar deri në lirinë e vendit. Kjo atmosferë tensioni reflektohet edhe në skenën e madhe të futbollit. Pas një ndeshje të fazës së grupeve në kampionatin evropian 2024 në Hamburg kundër Kroacisë, lojtari kombëtares shqiptare Milin Daku mori një megafon dhe ju drejtua tifozëve me mbyte Beogradin. Daku pezullua për 2 ndeshje. Nga ana tjetër, Federata Serbe e Futbollit u gjobit në dhjetor 2024 pasi tifozët serb tentuan të digjnin një flamur shqiptar
gjatë një ndeshje kundër Zvicrës. Në këtë kontekst, federatat e futbollit e konsiderojnë si sukses faktin që ndeshja e parë mes Shqipërisë dhe Serbisë në kuadër të kualifikueseve të botrorit në Tiranë u zhvillua pa incidente. Për ndeshjen që u luajt në fillim të qershorit në Air Albania, Federata Shqiptare e Futbollit nuk i shiti bileta grupeve të tifozëve. Në vend të kësaj u rritën çmimet e biletave dhe përzgjedhja u bë me short nga mbi 200.000 aplikime. Shumë ultras shqiptar protestuan dhe ndoqën ndeshjen në një shesh me transmetim publik. Ata shpalosën edhe një pankart drejtuar federatës: "Na hiqni biletat dhe na sillni policinë, por nuk mund ta brisni zemrën që rre për Shqipërinë."